Thonë tash, une si huja të, ata shkojshin me fletë, dhe më thonë, në shpi, une flesha në thasë njëllit. Që shumë kanë konsideru ata si, më fanë shpërje, si më thonë, si në qenë. Apo kuptën di. Se ata shkojshin fleshin në shpi, une flesha në thasë njëllit. Vështirë të gjendet ndonjë familje që nuk ka të trashëguar punën në furrë. Përveç njëri ndër fshatrat më të mëdhenj të Hasit të Prizrenit, fshati Romaj ndryshe njihet edhe si vendi furrtarëve. Përveç në vendlindje, zanatin e furrtarisë hasjanët e këtij fshati po e ushtrojnë edhe në vende të ndryshme të Evropës. Syl Beqaj, që në rini kishte filluar të punonte në furrë buke, pasi nga Ferizaj ishte shpërngulur në Has. Madje ai tregon se pronari i furrës së parë në të cilën kishte punuar ishte serb. Në minia jam e konë shumë problematike, se s'kemi pas atë. Mi konë në ngosht, gërbet na s'kemi pas shpija jo në gërbet. Maj pojë dhe më thonë pishë ti shqoj familje që të shkajme ja 5-6 shpi, unë e kom dalë maj pojë në gërbet. Edhe pjet het ka fillu tash që mirë janë të tonë. Kom dalë se kom marru klasën e 8 në zim kom shku në shkollë. Po e klasë 8 drejtë të poshtë në Përzajën në autobusën në Ferizajën kom shkuar. Në atë kohën konda autobusat Slovakisa, të Čekoslovakisë që në kohën atërë mëti. Rruga nuk o konë rruga kështë që janë tash, po konë rruga ka kjo në Parvolla në në mero, bëjnë ke 5 orë autobusi. E konë shumë problem una shkollë, se na kemi shkuar, unë kom shku në shkollë, në klasën e 5. Dhe në klasën e 4 këtu ka posh, po në klasën e 5 kom fillu unë, këtu s'ka posh, atër kom fillu kom shku në zëmë. Nuk jem konë vetën, e mi konë 6-7 në zonë sa për këtu, vojza e djemë. Pa për asaj periudhë shka bëj men, pas s'komi e kemi vojza bëc. Ka pas në zonë që i ka të fikt në gjystë rrugë, e kemi bëjt dimën fëtahë, në bike bërë shumë atëherë, jo se bërë tash. Tash më mdokët se ka këthuj koha kështu. Edhe shkova, këtu një fshatare imi përnoj këte, atëherë unë shkova në vasë ati. I pa autobusit dhe shkova, asë se ka ditë që bi shkallele. Dhe shkom ka po. Edhe konë Serbaj fortari në Ferizaj. Serba konë atë ko. Për s'ka folë më mua asë 2 herë, se unë gjohën Serbës atë ko se kom ditë. Po shka më thonë tash, unë si huja të, ata shkojshin me fletë, dhe më thonë në shpi, unë flesha në thasë njëllit. Që shumë kanë konsideru ata si, më fanë shpërje si më thonë si në qenë. Apo kuptën di. Se ata shkojshin fleshin në shpi, unë fleshin në thasë njëllit. Qështu. Këmë një faku, këmë majtë edhe, mos e meritorë dhe të mësu zanotën, në rëjsh në ato fuart, unë në deku shkuat e një të mitë më në dhe shqiptarë. Dhe që shto jeta jene.